Nga Librazhdi ku ndal për të vijuar ciklin e takimit për bilancin e investimeve, kreu i BS-së Edi Rama nisi fjalën duke ironizuar opozitën. Kam ardhur me shumë frikë sot. Kam ardhur me shumë frikë edhe gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njëri kënej që do në hajt gjallë. Edhe thash mirë po nuk e shoh gjëkundja dhe. Me bindjen se shumica do të votojë Partinë Socialiste më 11 maj, Rama kërkoi mbështetje maksimale për të investuar më tepër në Librazhd. Tani më kemi edhe mundësinë historike që Shqipërinë ta bëjmë pjesë të familjes bashkuar europiane dhe ta fusim në shtëpinë e përbashkët të Evropës. Dhe për të bërë këtë na duhet që në 11 maj të jemi sa më të shumt që të krijojmë një fuqi vendimarrëse sa më të madhe në Tiranë për të mbyllur negociatat për anëtarësinë në Bashkimin Evropian brenda 2027-s. Në mbyllje, kreu Selisë Roz bëri një përmbledhje të ndryshimeve në disa fusha të rëndësishme, duke premtuar se ndryshimi do të jetë edhe më i madh pas 11 majit.